Një kampionat që 2 vitet e fundit ka lënë shumë për dëshiruar për shkak të formulës dhe për shkak të problemeve të tjera që nuk lidhen vetëm me fushën, por janë probleme sociale, shpapullimi e tjerë. Por në momentin që kemi një formulë që të imponon një garë reale të vërtet me skuadrave, 4 skuadrave të para që të mbyllin sezonin, gjykoj që do të ketë më shumë interes ky sezon. Shpresoj shumë që të përkthehet edhe në tifoz në publik në shkallë stadiumi, se për momentin prapë është një shifër shumë e ulët. Ka dedikuar një mesatare më të rritur në nivelet e caktuara, derbi. Po jo, është një mesatare më e mirë se viti i kaluar. Nuk di ta përkthej në shifra, po paktën nga çfarë shoh unë, jam një ndjekës i rregullt i kampionatit prej vitesh, ka interes më shumë në ndeshjet klasike, Tirana Partizani, Tirana Vllaznia, por besoj që Final Fouri do të na japi më shumë tifoz stadium për shkak të formulës, sepse tashmë do të kemi një mini kampionat. Unë e kam thënë edhe në shumë studio televizive, nuk kishte të bënte me kampionatin formula e aplikuar 2 vite përpara. Pse? Për një fakt shumë të thjeshtë. Final Fouri i 2 viteve të kaluara ka qenë një formulë kupe me sistem gjysmëfinale, finale, gjë që nuk është aplikuar në asnjë kampionat tjetër të kontinentit. Pra nëse ka një shtet që e aplikon, të na e thonë,